Dhe flasim pak në këtë moment për këtë paketën e shumë folur të maleve. Një nismë që synon zhvillimin e turizmit në zona rurale, në zona të cilat kanë potencial, por nuk është investuar aq sa duhet. Një ligj në fakt që nuk ka kaluar pa kritika sigurisht, vazhdon dhe në ditën që flasim në lidhje me favorizimet që mund të bëjnë investitorëve të ndryshëm, duke lënë ndoshta pakës në arrest komunitetin lokal. Sot do t'i sqarojmë të gjitha dhe kemi të ftuar zotin Enkelejt Musa Belliu nga zëvendës Ministri Ndjes, nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Mirëmëngjesi dhe mirë se keni ardhur. Mirë, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kemi, është edhe kurështje për njerëzit që të mësojnë më shumë mbi çfarë janë detajet e hollësitë e paketës së maleve. Ç'do na tregoje nëse do të kishe një shans nga këto elevator pitch, çfarë është kjo? Nis me re. Atëherë, paketa e maleve është një ligj tashmë që ka hyrë në fuqi dhe shumë shpejt do të nisë edhe zbatimi pasi të plotësohen dhe të gjitha aktet nënligjore të parashikuara në këtë ligj, që synon të nxjisë zhvillimin në zonat malore të Republikës së Shqipërisë. Zona të cilat për disa probleme të theksuara të tranzicionit shqiptar, investimet dhe zhvillimi i tyre është përgjithsisht penguar kryesisht për fakt të mungesës së titujve të pronësisë. Nëse më lejoni vetëm një historik shumë të shkurtër, domethënë të titujve të pronësisë ai përket zonave malore, duhet kemi parasysh që në zonat malore, pra në zonat në zërat katastral të ndryshëm nga zëri tokë bujqësore apo ar, nuk është zbatuar ligji 7501 që ka ndarë tokën domethënë për të gjithë banorët dhe rrjedhimisht shumë nga këto pasuri shtetërore kanë mbetur të regjistruara në zyrat e kadastrit si pasuri shtetërore. Ndonse komunitetet lokale dhe rurale bashkarisht kanë rënë dakord dhe kanë shkuar dhe e përdorin këtë tokë tashmë këtë pasuri sipas le të themi pronësisë tradicionale që e njinte i gjithë komuniteti. Pra ju po thoni që njerëzit posedojnë, po themi disa toka? Po. Pra ushtrojnë, po themi, aktivitetin ushtrojnë aktivitete. Ka një dakordsi që këto toka janë të ndara sipas komunitetit të banorëve aty, por nuk kanë titull të pronësisë. Por ligjërisht nuk kanë titull të pronësisë dhe kanë mbetur të regjistruara si shtet. Dhe kjo është kthyer në një pengesë kryesore për zhvillimin e këtyre pronave, pasurive dhe zhvillimin e këtyre zonave, sepse një tokë që është e poseduar por jo e regjistruar nuk mund të çohet kolateral në bank, nuk mund të aplikohet për leje ndërtimi dhe me radhë, por është një tokë shkurtimisht e papërdorshme zhvilluar, po. Dhe ky ligj, më falni se tashmë është ligj, është menduar dhe është hartuar pikërisht për të adresuar këtë problem shumë specifik dhe është e kemi ritheksuar dhe ritheksojmë edhe një herë, është një ligj i lidhur me zhvillimin dhe jo një ligj që të adreson problemet e pronësisë. Pra problemet e pronësisë do vazhdojnë trajtohen sipas legjislacionit sektorial që rregullon titujt e pronësisë. Ajo që më bëri përshtypje kur lexoja për këtë ishte se ka edhe një limit atyre që mund të aplikojnë. Ja keni vënë vetëm për lehtësirat fiskale. Për lehtësirat fiskale që është 500. Po. 500 të parët. Tani ata që mund të aplikojnë, kush janë ata? Çfarë duhet të ketë dikush që na dëgjon në këtë momente? Në mënyrë që tjetë njëri për këtyre që thotë, unë dua të bëj një agroturizëm në fshatin e gjyshit tim, sepse kemi zbrit në Tiranë para 30 vjetëve, por atje është shumë bukur edhe tani që unë kam 2 lekë më janë apo mund të marr një kredi, dua të ngrej diçka atje në mal. Pikërisht, domethënë, kjo është dhe kategoria le të themi e personave që adreson dhe që fton ky ligj që të kthehen në investitor në tokat e të parëve të tyre. Madje ka edhe domethënë kërkesa ose ftesa ndaj diasporës shqiptare që të rikthehen në tokat e të parëve të tyre dhe të investojnë. Ky ligj adreson pikërisht këta që cilësohen në bazë të kodit civil si posedues faktik të këtyre pasurive. Dhe këta persona duhet kenë domosdoshmërisht një lidhje historike të posedimit me këtë pasuri. Dhe ky ligj për herë të parë njeh dhe ato që cilësohen si dokumente hipotekore të paregjistrueshëm, që mund të jenë dokumente të para komunizmit dhe me radhë që vërtetojnë një lidhje të personave në fjalë të individëve, të qytetarëve me këto pasuri specifike. Pra ata do të kenë vite që i posedojnë ato tokë të caktuar, po them. Patjetër, në bazë kodit civil duhet të kenë 10 vjet në mirëbesim dhe 20 vjet nëse thjesht e kanë zaptuar, po themi. Nëse thjesht e kanë zaptuar. Pra 10 vjet duhet i kenë në mirëbesim që janë duke i përdorur tani. Po fjala vjen Enkelet, nëse është një kullot dhe ne dimë që në Shqipëri ka patur edhe kullota apo pyje pranë fshatrave, të cilat nuk ishin të askujt. Fshati kishte lejuar që secili ti kullos bagtit e veta në atë është i të tërve.
Dhe ka ndodhur në jug, fjala vjen që aty ku ishte të tërve ka ardhur një zhvillues dhe e ka marrë, e ka bërë të tijen. Dhe fshatin e ka lënë më një anë atje që të bëj sehir me pasuritë e trashëguara nga stërgjyshrit e tjerë e tjerë. Si garantojmë ne që kjo nuk ndodh edhe me këtë në veri? Që për shembull të vijë një investitor i kamur nga Tirana, të gjejë një fshatar që mund të ketë lidhje historike në atë fshat dhe thotë, "Shiko, ti do jesh para roja, unë do jem mbas teje dhe do ta marrim këtë vendin aty dhe do ta bëjmë hotel." Po. Pra duan të them që ajo kullota apo ai pylli ku sot mbledhin dru dhe fshatarët, nesër është hoteli i këtij që e ka bashkë me atë fshatarin që ka vënë para vetes për ta përdorur. Dhe domethënë frika e zaptimit, që është një gjë që ka ndodhur, nuk është një gjë hipotetike. E kuptoj. Duhet kemi parasysh që pikë pari domethënë dhe vlen për të theksuar që ky ligj nuk parashikon të drejta zhvillimi që shkojnë përtej legjislacionit ekzistues sa i përket planifikimit dhe zhvillimit territorëve në zonat rurale, në zonat malore dhe me radhë. Pra zhvillimi që do burojë nga ky ligj duhet jetë në përputhje me parashikimet aktuale sa i përket zhvillimit të zonave malore, rurale dhe me radhë. Kështu që nuk është shtynimi i këtij ligji as shkatërrimi i biodiversitetit, as ndërtimi i strukturave të mëdha. Po, se ka organizata mjedisore për shembull që flasin për këtë pjesë. Domethënë, ato ndërtime apo ato zhvillime që lejohen aktualisht me kuadrin ligjor në fuqi, do vazhdojnë të lejohen, domethënë, edhe në bazë këtij ligji. Nuk kemi që ky lejon zhvillime të jashtëzakonshme dhe më radhë. Po, nëse mund ta ngrish pak për këtë. Okej. Kurse sa i përket pastaj kullotave që le të themi kanë qenë posedim ose në falin posedim ose janë përdorur bashkërisht nga gjithë komuniteti, në këtë ligj jo më kot është lënë një rol shumë i rëndësishëm bashkive. Ato që janë gjithnjë pranë komunitetit dhe ato që janë institucionet që kanë edhe djenin historike sa i përket marrëdhënieve komunitare që zhvillohen në çdo zonë rurale të Shqipërisë. Shkurtimisht nëse më lejoni që të tregojmë edhe procedurat se si domethënë do zbatohet ligji për të kuptuar që edhe le të themi komuniteti është i mbrojtur sepse ka një zë në këtë proces dhe me radhë. Hapi i parë që duhet bërë që të nisë zbatimi i këtij ligji është që bashkitë duhet të përcaktojnë zonat me përparësi zhvillimin e turizmit. Dhe bashkitë do të krijojnë harta. Të krijojnë hartat, të cilat të argumentuara në bazë të udhëzimit që do të nxjerrë ministri për pushtetin vendor, do t'i propozohen përmes këtij ministri Këshillit Ministrave. Dhe këto zona bashkë me hartat pra këtyre zonave, bashkë me aktivitetet që do të lejohen në to, do t'i përcaktojnë vetë bashkitë dhe do t'ia kërkojnë Këshillit Ministrave. Me miratimin e një zone të caktuar specifike për një bashki specifike, të gjithë poseduesve faktik brenda këtyre zonave ju lind e drejta për të aplikuar dhe për të njohur nga ana e bashkisë si posedues faktik. Pra, të gjithë ta persona bën një game plan, themi, të zonës që do të zhvillojë, një projekti të thjesht, pra të përshkruar me fjalë dua të bëj një stand apo duhet të bëj një fermë që ku do të mbjell bime medicinale apo bletari apo një bujtinë apo një agroturizëm dhe me radhë dhe ja propozojnë këtë gjë bashkisë. Bashkia do të ngrej mekanizmat e vet se si do të identifikojë këta persona, pra me dëshmimtar, me kryeplakun, me njohjen e dokumentave historike që janë prag bashkive dhe me radhë, domethënë. Dhe pasi të bëhen gjithë këto procedura, do vërtetohet përmes rrugëve institucionale që në këto prona s'ka interesat të tretëve, si janë përfshirë në proceset e kthimit kompensimit pronave dhe me radhë. Dhe edhe pasi është bërë dhe ezauruar e gjithë po themi rruga institucionale, prap lista e poseduesve faktik do t'i nënshtrohet shpalljes publike për të bërë të mundur nëse banorët e tjerë të zonës apo me radhë që kanë pretendime apo jo. Dhe nëse nuk ka pastaj pretendime nga banorët e tjerë të zonës dhe me radhë, bashkia këtë listë e miraton me vendim të Këshillit Bashkiak. Dhe në momentin që emri një poseduesi faktik figuron në listën e miratuar nga ana e Këshillit Bashkiak përkatës, këtyre personave ju lind të drejta që me atë projektin ta zhvillojnë dhe ta aplikojnë për një leje zhvillimi. Në qartë.
Me aplikimin dhe miratimin. Ka disa filtra po thoni ka shumë komuniteti të mos jeti pa pyetur. Pra ju po thoni që do të ketë një hartë të qartë, transparente se ku do të ndërtohet për çdo bashki, investitorët që ju do t'i përzgjidhni sigurisht do të përmbushë. Nuk i përzgjedhim ne investitorët. Do të kenë po të gjitha kriteret e mundshme pra që të bashkëpunojnë me komunitetin aty, ta njohin historinë e vendit dhe çdo gjë do të jetë në të mirë në të mirë sigurisht në zhvillim, po dhe në të mirën e banorëve dhe komuniteteve aty, sepse aty merren me gjëra nga më të ndryshme, po mbledhin bim, po kanë kullotat e tyre e të tjerë. Po këtë model e keni huazuar nga diku dhe e keni parë që në këtë formë rezultoni suksesshëm? Nuk është aq e lehtë që të huazosh një model të tillë sepse ti je për të kuptuar nëse ka vende të tjera të suksesshme që aplikojnë të tilla projekte. Të tilla projekte dhe nisma ka patjetër, domethënë ka një sër për shembull nismash europiane sa i përket zhvillimit zonave marlore dhe rurale. Italia ka bërë një sër nismash për shembull ku të jep një shtëpi falas nëse ti vendos që të shkosh dhe të jetosh në një zonë rurale dhe me radhë sepse zonat rurale vuajnë nga mungesa e investimeve, mungesa e zhvillimit, e cila si pasojë ka sjellë dhe popullimin. Sidoqoftë, ky ligj tenton dhe do përpiqet që të zgjidhë një problem që është shumë specifik dhe është shumë shqiptar, që ka të bëjë ai me paqartësinë e titujve të pronësisë. Në shumicën e vendeve të europiane, domethënë, nuk ka një specifik kaq të veçantë të zhvillimit, saç është mungesa e titujve të pronësisë në Shqipëri. Kjo është një problematikë e jona. Kjo problematikë shumë specifike e jona, e cila ka bllokuar zhvillimin në këtë zonë. Është e rëndësishme që të dëgjohet zëri sigurisht i komunitetit atje. Patjetër, domethënë mendojmë që kjo do jetë parsorë dhe prioritet. Le të themi që ky ligj ka ardhur si rezultat i ankesave dhe i kërkesave të vazhdueshme të komunitetit, sepse domethënë në të gjithë zonat malore ku nuk ka patur shumë tokë bujqësore për të ndarë, domethënë banorët që kanë mbetur apo dhe ata që tashmë janë larguar e kanë pas pamundur që të kenë një titull pronësie, edhe pse kanë pasur pronësi historike familjet e tyre, fiset e tyre në ato zona. Kështu që është një kërkesë e vazhdueshme e komuniteteve që të pajisen me titull pronësie, që të mund të investojnë, përdorin pronën e tyre në fund ditës të gëzojnë pronën e tyre. Po, një lloj filtri i asaj që është e duhur ose e paduhur për të ndërtuar apo zhvilluar atje. E kanë bashkitë këtë kapacitet, fjala vjen për të bërë një studim mjedisor, impaktin që do të ketë në mjedis, zhvillimi i kësaj në këtë formë apo në atë formë, në mënyrë që tonë që, kjo është shumë e mirë dhe do ta aprovojmë ose jo, kjo do të krijonte 1 2 3 4 5 probleme për cilat do duhej një mendim ekspert, po themi. Duhet kemi parasysh që në të gjitha bashkitë ose paktën në pjesën ndërmuese të tyre ka plane urbanistike. Zona për shembull e Alpeve shqiptare, zhvillimi aty rregullohet nga plani kombëtar sektorial për zhvillimin e Alpeve, domethënë që është një plan kombëtar tashmë. Kështu që do bie gjithmonë brenda këtyre hullive thua që dhe të gjithë planet urbanistike para se të miratohen, të kemi parasysh që ju ndërshtrojnë procedurave të vlerësimit strategjik mjedisor dhe me radhë. Dhe unë e thash edhe më përpara, domethënë nuk parashikohet asnjë lloj zhvillimi që shkon përtej planifikimeve ekzistuese dhe kritereve ekzistuese të zhvillimit në këto zona. Pra, për shembull, sot se kemi patur edhe shqetësimin, domethënë sa i përket parqeve kombëtare. Sot në parqet kombëtare lejohet të ndërtohen struktura. Por sigurisht në bazë të kritereve të përcaktuara shumë qartë, pra duhet të jenë me konstruksione të lehta, që të kenë një dëm sa më të vogël të jetë mundshëm në mjedis dhe me radhë, pra domethënë nuk është se është ndaluar sot. Ndonse pra përshqimet e këtij ligji, me thënë drejtën, jo për të kundërshtuar, këtu po jemi një vend unik në botë që parqet kombëtare i ndërtojmë, sepse gjithë koncepti i një parku kombëtar, parku natyror është që të mos preket. Është ruhet. Si Yellowstone, po themi që është. Po edhe te Yellowstone ka një qendër vizitorësh, ka një zyrë emergjencë ku ti nëse puson një aksident. Patjetër. Domethënë, jo hotele, jo. Edhe neve duhet të ikim pak nga kjo ideja, domethënë që vetëm natyra mjafton. Në kuptimin e ne duhet të ofrojmë dhe shërbime, sepse nëse nuk ofrojmë shërbime, nuk kemi edhe mundësinë as të realizojmë punësime, as të realizojmë atë vlerën e shtuar që nevojitet për të bërë të mundur që natyra të paguajë diçka. Nëse turisti vjen, shkon në një zonë malore me ushqime me vete nga Tirana, konsumon diçka aty dhe pastaj kthehet prap, komuniteti lokal nuk i ka mbetur asgjë. Në kuptimin që çfarë le të themi shpenzoi apo la vizitori në atë zonë. Kështu që është e rëndësishme që të bëhet e mundur, domethënë, edhe përfitimi i komuniteteve lokale nga ky zhvillim turizmi që neve shfal zotit po përjetojmë. Është e rëndësishme që të ketë edhe struktura që ofrojnë shërbime. Nuk po themi që
Absolutisht të përfitojnë të gjithë, po nga ana tjetër dhe mos të favorizojmë vetëm, po themi, personat e investitorë të saktuar, sepse sigurisht fuqizohen ata dhe edhe pasurohen ata, sepse e vërteta është përsëri jo për të kundërshtuar, që në ligjet ndonjëherë kemi shumë të mira, po nga teoria në praktik kanë ndryshime goxha të mëdha, kështu që ky ligj është shumë i qartë dhe shumë i thjeshtë, domethënë është një nga ligjet më të thjeshta që janë miratuar të paktën së fundmi, ka shumë pak nene dhe siç e thash edhe më parë, adreson specifikisht poseduesit faktik, pra që janë komunitetet lokale. Ka pasur dhe partnerë ndërkombëtar të cilët kanë ngritur jo publikisht red flags, siç quhet, lidhur me këtë, që është një ligj i cili ka nuanca klienteliste dhe që mund të keq përdorë, si çdo gjë. Një thik mund të pres bukën, mund të therrë një zemër, domethënë varet edhe se si e përdor atë. Dhe ata e kanë ngritur këtë shqetësim, por nuk u mor parasysh. Ligji vijoi pavarësisht të gjithave dhe u votua dhe tani është një realitet. Kështu që po flasim post faktum. Ne kemi adresuar të gjithë shqetësimet dhe diskutimet gjatë periudhave të konsultimit publik të këtij ligji. Duhet kemi parasysh që shumë pikpyetje lindin nga mungesa e informacionit dhe nga paqartësia të kuptuarit specifikisht parashikimeve dhe çfarë synon ky ligj. Nuk po synon askush, madje është edhe ekonomikisht e paqëndrueshme që të ndërtohen kulla apo komplekse gjigande në zonat malore, sepse nuk është e qëndrueshme as financiarisht, as në pikpamja mjedisore dhe me radhë. Tani diçka tjetër që nuk është më çështje debati, po informacioni. E di që ka ca kufizime kohore. Pra, unë nuk mund ta marr këtë tokën përmes kësaj edhe ta lë ashtu siç ishte, se them ndoshta mbas 40 vjetësh djali im do bëjnë një gjë atje. Jo, absolutisht jo. Më trego pak për këtë. Siç po thosha kur po shpjegoja procedurat që mund të përfitohet përmes këtij ligji, me miratimin si posedues faktik nga ana e Këshillit Specifik Bashkiak, çdo person i lindet drejta që me këtë vendim Këshilli Bashkiak të aplikojë për leje zhvillimi pranë Këshillit Kombëtar të Territorit. Dhe e merr, po themi që dhe me miratimin e lejës zhvillimit, personi në fjalë ka detyrimin që të përfundojë projektin e investimit në kuptimin e projektimit. Dhe pra të paraqitet një projekt. Jo është ende në letër, të paraqitet të plotësoj, të përfundoj projektin, të paraqitet pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe të lidh kontratën me vlerën simbolike 1 euro, që i mundson atij personi marrjen e lejes së ndërtimit. Okej. Kjo kontratë është një kontratë me kusht. Dhe kushti që kjo kontratë të quhet e vlefshme është përfundimi i projektit. Në bazë të, le të themi, afateve që do përcaktohen në lejen e ndërtimit, personi në fjalë duhet përfundoj investimin që ka parashikuar dhe me dorëzimin e certifikatës së përdorimit të objektit, apo nëse s'është objekt, domethënë me përfundimin e investimit, ai pajiset me titullin e pronësisë pastaj. Vetëm atëherë, pasi ka përfunduar investimin, atëherë merr pronësinë. Po do jenë, domethënë, investitor shqiptar, pra do ketë ndonjë kriter dallues për shkak midis një investitori shqiptar apo një të huaj, ku diun, mund të vijë një investitor po them kot nga jugu të ndërtojë në veri, ndërkohë se ka haberin fare nga veriu se insistoj ta rrithem që thjesht për t'ua bërë njerëzve më qartë. Insistoj që ta rrithem që ky ligj nuk ofron asgjë për investitorët. Ofron pajisjen me titull pronësie për poseduesit faktik banorët e atyre zonave. Vetëm banorët e atyre zonave, okay. Që kanë, le të themi, dhe arrin të provojnë përmes Këshillit Bashkiak dhe bashkisë respektive që kanë një lidhje të posedimit faktik me atë pasuri. Okej, pra nëse ne kemi një tokë, po themi, në veri, dhe kushëririm ka lek, dhe është patjetër që ju mund të vini bashkë si investitor, pra. Bashkë dhe po themi investojmë tek ajo zonë. Kështu funksionon. Kështu funksionon dhe jo domosdoshmërisht investitori mund të jetë një individ, mund të jetë një bank, mund të jetë një fond investimi, mund të jetë një shoqëri kursim krediti që janë të përhapura pak në zonë. Pra mund të jenë të ndryshme. Në fund doja të pyes, në vizionin tuaj për këtë ligj, nëse shikojmë 10 apo 20 vjet në të ardhmen, çfarë do të jetë ndërtuar? Në mënyrë që ta quajmë, nëse kjo është një histori suksesi, si shikoni ju këtë sukses të materializuar? Ne si e shohim këtë sukses të materializuar? Ne kemi sot që flasim disa raste të jashtëzakonshme suksesi sa i përket turizmit, le të themi, rural malor dhe zhvillimit malor. Dhe do ishte arritje shumë e madhe nëse në çdo bashki të vendit të kishim 2, 3 apo 4 raste të tilla suksesi
Dhe po flasim për raste suksesi që kanë fishta, fjala vjen në qartë. Që vjen si fshatrat e Beratit, domethënë me vinotekat, me vreshtat dhe me radhë. Roshniku e këta po. Me radhë. Dhe nëse do arrinim që të kishim në çdo bashki 2, 3 apo 4 raste të suksesit të kësaj natyre, domethënë, të cilët jo vetëm le të themi ofrojnë shërbime për vizitorët e shumë, po garantojnë vlerë të shtuar për të gjithë komunitetin për rreth, sepse ju grumbullojnë produktet, ju çojnë vizitorë dhe me radhë, do ishte patjetër një sukses. Pra kjo është pra përsëritja e atyre shembujve që kemi parë deri tani që të gjithë besoj jemi të ndërgjegjshëm që kanë një vlerë shumë të rëndësishme për komunitetet. Është vërtet. Ku janë po janë atraksione pastaj edhe për turistët dhe për ata që vizitojnë. Mirë, mbaruam. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që të kishim këtu Enkeled Musabelliu, është zëvendës ministri i Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Shkurt Meki. Jemi brenda. Enkeled punë të mbar. Faleminderit. Themi shumë shpejt jeni me Wake Up në Top Albania Radio. 9:37 minuta në këtë moment. Para se të fillojmë të japim disa prej fituesve të mëngjesit të sotëm, kemi në studio kolegun Ronaldo Sharka. Ai do të pasojë vijimin e programeve me Live from Tirana dhe pyesim se çfarë mëngjes, mirë se erdhe. Sot do të flasim për adoleshencën, është gjithmonë një hapësirë që ka vend për diskutim e për përmirësim, si për prindrit edhe për ato që janë adoleshencë, me psikologen Ermela Shlaku, kështu që besoj të kemi. Bleona Qereti. Futuron, adoleshencë, çfarë futuron? E kontaktuam Bleonën për të folur për këtë temë, ishte shumë e zënë edhe. Ajo është adoleshente përjetshme në një mënyrë, kështu që po bëj fushat apo jo, s'ka. Jo, ka kaluar, ka marrë fushat. Kështu që kemi probleme të adoleshencës, tema serioze, sepse problemet janë serioze të. Dhe gjithmonë në çdo lloj gjenerate, çdo lloj viti adoleshenca është mosha më delikate. Ka të vetat. Për gjithë, kështu që do shumë kujdes edhe shumë vëmendje. Okej. Mirë. Kjo ishte raportimi nga Ronaldo Sharka për Live from Tirana, më tutje në programin e Top Albania Radio. Kemi fitues Blendi? Kemi shumë fitues, do të fillojmë me të paftuarin e kemi dhënë. Po, kemi pyetjen e pamundur. Pyetja e pamundur, po. Pyetja e pamundur për sot ishte: njeriu mesatar i kushton kësaj 4 vjet jetë dhe është të shkuarit në banjë. Po nuk shkove ku do shkosh? Në banjë, nëse grumbullohet, janë 4 vjet nga gjithë jeta i kalojmë. Jetën time llogaritin e 8, ju lutem. Deri në banjë. Po nuk është e shëndetshme këtë dëgjuar. Kështu që kemi numrin që mbaron me 440 për pyetjen e pamundur, edhe e kemi fituese të çfarë do të japim pyetjes së pamundur për sot? 2 bileta për në Cineplex. Okej. Kështu që mund të shikoj filmin që dëshiron. Gjithashtu kemi një fitues tjetër të quizit muzikor. Ky është numri që mbaron me 941, këtë do ta japim tani në fund. M'falni, kemi dhe anagramën. Para kësaj kemi dhe anagramën, po ndërkohë që të dish diçka Blendin, më fal para anagramës. Ronaldo na shikon në digjital, në kohë reale. Kupton se urdhro. Ja, ua, çat. Sa të bukur ishte. Wow, hiç se u tu. Atëre, Sajo Mitara ishte anagrama për sot. Japonisht, ne nuk e dim fare. Sajo Mitara. Jo, s'ka dim se është sushi. Edhe do të thotë masazhatori. Është masazhatori. Masazhatori. Kështu që ja japim këtë 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital, është 567 që ka fituar me numrin 567. Dhe ndërkohë për Digitalbin ju mund të përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive vetëm me aplikacionin Digital. Shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe ju mund të shihni nga çdo cep i botës të gjitha kanalet live të Digital, shqiptare dhe ndërkombëtare, si dhe video librarin më të pasur me mira evente. Ju regjistroheni lehtësisht në faqen zyrtare të Digital në digital.al për të përfituar oferta me super çmime që ju nuk duhet t'i humbisni, sepse Digital për gjithmonë pjesë e familjes. Është e kam studiuar Ronaldo që në të shkopatjetër. Se na sheh gjithkohë. Bëm 6 muaj këtu bashkë kolegë. Kolegër. Kështu që do e mbyllim tani me këngën e fundit. Ky ishte edhe kënga e quizit muzikor. Dëgjoj si klip të shkurtër. Po Ronald Xhoxhi. Nëse ja do. Kesha dhe Pitbull. Bravo. Bravo. Çfarë fitoi unë? Asgjë. Si quhet kënga? Duhet edhe titulli i këngës. O moj princesh tipu. Është Pitbull dhe Kesha. Kjo quhet Timber, do të jetë kënga e fundit për sot. Ju lëm në shoqërinë e këtyre të dyve në këtë duet. Ne do kthehemi sërish nesër. Ronaldo e merr në orën 10 dhe e çon përpara. Kaq ishte për sot Wake Up-i. Ju duam shumë. Faleminderit që na dëgjoni, që na shihni. Ne nesër. Gule.